Desha të bëj aplikimin për damet nga rreshtet e shiut që kanë ndodhur me datën 26. Ky është momenti kur Florian Vela nga Njësia Administrative Bushati drejtohet Njësisë Vendore për të bërë kërkesë me qëllim evidentimin e dëmeve të shkaktuara në 48 orë të fundit. Ai tregon se ka patur mbi 40 cm ujë dhe të gjitha urindit shtëpiake i kanë shkuar dëm. Damet janë të konsiderueme sepse uji ka arrit një nivel pothuajse mbi 40 cm. Gjanat domosdoshme që një shtëpi normale i ka, janë përmbyt me gjitha. Administratori i Njësisë Bushat Çesk Stuka thotë se janë ngritur grupe të punës dhe po punojnë për evidentimin e dëmeve në terren, me qëllim që ky proces të jetë sa më i shpejtë. Është apeluar drejt banorëve që të bëjnë një kërkesë me shkrim për dëmet e shkaktuara e që më pas ato të verifikohen nga punonjësit. Grupet e punës janë në terren ala sot të eventuar me dëmet që janë banë për banesa. Po, këna pas dhe në të momente janë 18 banorë që kanë bërë kërkesa për dëmë shpërblim nga përmbytjet që këna pas. Zonat më të dëmtuara nga përmbytjet e 2 ditëve më parë në bashkinë e Vaudesit ishin Bushati dhe Hajmeli. Rreth 100 banesa patën prezencë ujë, ndërsa evidentimi i dëmeve pritet të përfundojë brenda 2 javësh.